Unë kam një pyetje. Ju lutem, duke qenë se jeni shumë i azhurnuar, makinat që vinë nga Koreja, Amerika dhe Kanadaja, a i plotësojnë kushtet EBS për të qarkulluar në bindjen time profesionale? Jo. Sepse nuk kam parë në asnjë vend të Europës që të ketë makinat importuara nga Koreja, Amerika dhe Kanadaja. Në Europë, me targat italiane, gjermane, franceze, zvicerane e tjera. Këte kam bindje. Një element do t'jap vetëm që është shumë elementar. Dritat e sinjaleve të makinave Amerika dhe Kanada i kanë të kuqe. E kuqja për mua është fren, ose lamba e dritave. Si ta marrë vesh se sinjal? S'u di. Pra, ose do t'i detyrojmë si që detyruan makinat me targa angleze të ndryshonin kraun, pra të ndryshojnë dhe këto sinjale, janë elemente të vegjël në dukje, po me rëndësi shumë të madhe në trafik, për mendimin tim. Dhe nga pikpamja pastaj sigurisë pasive dhe aktive që kanë automjetet, sepse unë kam një përvojën time personale dhe para 20 vjetëve, kanë ekzistuar disa Toyota Forerunner, që ngjanin shumë me Toyota Land Cruiser, ishin shumë të ngjashme, por kishin një element mangut sigurisë aktive dhe ishin për përdorim vetëm në Afrikën Veriore. Dhe ato hynë në Shqipëri një sasi e konsiderueshme, sepse këtu asnjëherë nuk ka pasur një kontroll të detajuar. Mjafton që të vish dogan paguar të doganën. Kjo nuk shkon. Është bërë Shqipëria një treg i papar mjetër. Ju mendojnë që makinat e Koreas që kanë pushtuar tregu në kuptimin e sasisë e importit? Unë mendoj se nuk i plotësoj kushtet e Bashkimit Evropian, dhe nëse nesër ne do bëhemi antar të Bashkimit Evropian, këto mjete që kanë prejardhjen andej do jenë të destinuara të dalin nga qarkullimi. Nëse, ky është mendimi im profesional, nuk kam asgjë. Ky është një problem. Edhe diçka që përmendem me zotin Aziçishti, ka një, në mos gaboj, nuk e di, është urdhër, udhëzim, ministri apo çfarë, që një makine mund t'i bëhet kontrolli teknik, duhet t'i bëhet edhe nëse është brenda afatit, kur ndron përdorues. Për çfarë arsye është bërë kjo? Është tip gjobe, po themi, ndaj qytetarëve për t'u marrë para, apo kaq e rëndësishme? Jo, nuk është tip gjobe, me udhëzimet e reja që kanë nxjerrë detyria e transportit rrugor, kanë nxjerrë që në momentin që do bëhet blerja e mjetit, pra i kalon nga një pronar në tjetrin, duhet bërë dhe ritesti teknik. Po pse? Sepse ti e ke bërë para një muaj, unë e blej makinën të ty. Unë mendoj që ata që e kanë propozuar këtë gjë dhe që e kanë bërë për arsye sepse një drejtues mjeti që blen një mjet duhet të sigurohet edhe më mirë se çfarë problemesh mund të ketë pasur ky mjet. Do thoni juve që ky mjet e ka bërë kontrollin teknik dhe është brenda afatit, shumë e drejtë. Ky mjet e ka bërë kontrollin teknik dhe është afatit, po duke qenë se kontrolli teknik është 2 vjeçar për autovetura tashmë, në kohën 2 vjeçare ne mund të kemi një defekt që edhe ai që është shet mbase nuk e di. Dhe duke bërë një rikontroll teknik, ne i shuajmë të gjitha ato zora që po flasim shqip ma futi. Pse? Ti, Drejtoria e Shërbimeve të Transportit Rrugor, që ka dhe kontrollin teknik, shumë mirë mund t'i japi akses çdo klienti në momenti që blen makinën dhe t'i kërkoj një opinion për kontrollin teknik që i ka dhënë. Unë do ta shikoja. Në qoftë se ka kaluar një vit, kundrejt pagesës natyrisht. Në qoftë se ka kaluar një vit, unë do të isha për kontrollin teknik. Po në qoftë se është brenda një viti kalendarik, nuk mendoj se duhet kryet këtë kontroll teknik. Kjo është në tojnë, duke qenë se është bërë 2 vjetë që shikoj gjatë. Jo, edhe një herë thash, brenda një viti kalendarik, unë e shikoj të panevojshme, teknikisht gjithmonë, sepse aksident, ajo defekti mund të ndodhi dhe të nesër që ke bërë kontrollin teknik. Dhe ajo dihet, bile ka ndodhur defekte me makina të reja, 0-0,